Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1863, në një kishë në kryeqytetin e Kilit, Santiago, më shumë se 2000 vetë gjetën vdekjen nga zjarri i qera. 1863 nisi të implementohet për herë të parë përdorimi i semaforëve në Londër. 1863, presidenti Abraham Lincoln bëri të njohur planin e tij për rindërtimin e shteteve separatiste të Jugut, që vazhdonin akoma luftën civile amerikane. 1912 në Boston, kuvendi i jashtëzakonshëm i Vatrës vendos të dërgojë Faikonicën delegat në Evropë që të shtrojnë përpara mbledhjes së kombit mendimet për të zgjedhurit e një dere mbretërore për fronin. 1941, pas sulmit japonez në Pearl Harbor, Shtetet e Bashkuara hynë në luftë kundër Japonisë, në luftën e dytë botërore. Më 8 dhjetor të vitit 1947, doli numri i parë i revistës me ilustrime Shqipëria e Re, ishte kryesore gjatë periudhës së regjimit komunist. 1953, kombëtarja turke e futbollit skualifikoi Spanjën dhe fitoi të drejtën historike të marrë pjesë në kampionatin botror. 1953, presidenti amerikan Dwight Eisenhower ban fjalimin e tij, Atom për paqe, duke shpallur fillimin e një programi në kuadër të përdorimit të energjisë atomike për qëllime civile. 1980, John Lennon, themeluesi i grupit Beatles, u qellua për vdekje para shtëpisë në New York nga fansi me çrregullime mendore. Lennon ishte 40 vjeç. 1987, presidenti amerikan i kohës Ronald Reagan dhe ish lideri i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev ranë dakord për shkatrimin në mënyrë reciproke të raketave me rreze të mesme veprimi. 1991, pas shpërbërjes së ish Bashkimit Sovjetik Boris Yeltsin, kryetari i shtetit të Rusisë, shpalli krijimin e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura Rusi, Ukrainë, Bielorusi. 2009, përkujtohet 8 dhjetori, Dita e Rinisë në Shqipëri, ku protesta studentore përmbysën regjimin komunist. Dita kombëtare e Rinisë u caktua si e tillë nga Kuvendi i Shqipërisë për të kujtuar lëvizjen e studentëve në dhjetor të vitit 1990, e cila ishte piknisja e rrëzimit të regjimit komunist. 2010, autoritetet vendosin të pezullojnë vizitat në kullën Eiffel pas rreshjeve të jashtëzakonshme të Borës në Paris.